Amfiteatri antik është monumenti më i rëndësishëm i qytetit të Durrësit, i vendosur krejt në qendër të lagjës më të vjetër dhe i rrethuar nga shtëpi të banorëve. Ai u zbulua nga arkeologu i binjohur durrësak Vangjir Toçi në vitin 1966 dhe është nga më të mëdhenjt në Ballkan. Ai është ndërtuar në shekujt e parë dhe dytë pas Krishtit në kohën e perandorit Romak Adrian. Sipas një mbishkrimi të zbuluar në kohën e mbretërimit të këtij perandori në vitet 117 e erëson, për përorimin e bibliotekës së qytetit, duhet çifte gladiatorë që ndeshin në teatr. Në të uleshin rreth 15-20.000 shikues që ndiqnin ndeshjet midis gladiatorëve. Para disa kohësh, Qendra Muzeore e Durrësit ka publikuar një video promovuese mbi veprimtaritë komplekse të zhvilluar në këtë amfiteatr, që demonstrojnë periudhën e lavdishme të tij dhe vlerat e mëdha që ai përmban edhe sot, si monument publik unikal, me vlera të shuara historike dhe turistike për qytetin e Durrësit.